Përshëndetje! Nuk e di se sa prej jush I mbani mend ato bombonet e shkrifta që na I bënte mami ose gjyshja në familjen tonë? Nuk e di për ju, por mua më kanë lënë akoma një shije kaq të mirë dhe sot kam vendosur ta sjell recetën për ju, sepse është një recetë që po humbet në ditët e sotme. Ndiqeni videon për t'i mësuar dhe t'i bëni përsëri bombonet e gjysheve tona. Për të përgatitur këto bombone, do na duhen vetëm 3 përbërës. Marrim një tenxhere ose një tigan, do shtojmë 1 filxhan sheqer dhe 1 filxhan qumësh. Dhe një lugë gjalpë që do ja hedh më vonë pasi të jetë nxehur. Sipas dëshirës mund të shtoni dhe një paketë të vogël vanilje. Do t'i vendosim në zjarr të avashët dhe do t'i përzijej gjatë gjithë kohës. Këto bombone mund të marrin kohë 25 minuta deri në 40 minuta. Kur ishim të vegjël, këto bombone na I përgatiste mami në ndonjë festë ose në ndonjë ditëlindjen tonë. Atëherë nuk kishte kaq produkte sa ka tani që mund të gjesh çokollata dhe çdo gjë në market. Ne fëmijët mezi prisnim që mami të na I përgatiste këto bombone dhe t'i shijomim së bashku. Pasi është nxehur mirë dhe qumshi me sheqerin është shkrirë tamam, do t'i hedhim një lugë gjalpë dhe do ta përzijejmë akoma. Sekreti I këtyre bomboneve është tek përzierja. Nuk duhet të ndalojmë asnjëherë së përzjeri masën. Siç e shikoni, tani masa ka filluar të trashet. Unë po ja u tregoj etap pas etape, sepse edhe vetë në fillim isha në dyshim se si do bëhen se der të trashen, sepse pas shumë vitesh e provoj që ta përgatis vetë këtë recetë. Siç e shikoni, tani masa ka filluar të trashet dhe të marri këtë formën e qumshit të kondensuar. Ka marrë dhe këtë ngjyrën e bukur të karamelit, ne dikur I limin po me këtë ngjyrën e vet, por unë sot do shtoj pak esencë gatimesh sepse dua t'i bëj pak roza. Do shtoj vetëm një pikë që të mos e prishi masën, ta holloj. Më besoni që mezi po pres se si do dalin në fund këto bombone. Do ju tregoj një truk se si t'i provoni nëse janë gati apo jo. Në një gotë me ujë të ftohtë, marrim pak me një lugë dhe e hedhim brenda tek uji I ftohtë. Pas disa minutash, do ta shohim nëse është forcuar masa që kemi hedhur në ujë. Masa tashmë është forcuar dhe kjo tregon që është gati për ta larguar nga zjarri. Edhe pasi e kemi larguar nga zjarri, do ta përzjejmë vazhdimisht që të ftohet njëkohësisht e gjithë masa. Kur përzierja të marri këtë konsistencë, është gati që t'i japim formën që dua. Unë kam përdorur këtë shtrydhen e limonit dhe po filloj që t'ju jap një formë bomboneve. Dhe ja, kjo është forma që bombonet marrin identike si ato që përgatiste mami. Do vazhdojmë me të njëjtën procedurë derisa ta mbarojmë të gjithë brumin e bomboneve. Dhe ja ku I përgatitëm dhe bombonet. Më besoni që as vetë nuk e besoja që do dilnin kaq të mira dhe kaq të bukura si dikur. Kjo ishte dhe receta e bomboneve që dikur na I përgatisnin gjyshet me aq dashuri. Janë kaq të shkrifta, shikojeni pak. Nuk do ta besoni se çfarë arome dhe se çfarë shije të mrekullueshme kanë. Ju faleminderit që e ndoqët këtë video deri në fund me mua. Mos harroni të bëni like dhe të lini koment nëse I provoni t'i përgatisni në shtëpitë tuaja bombonet. Bëni subscribe nëse jeni të ri në kanalin tim dhe mos harroni të qëndroni në këtë komunitet për më shumë receta të gjysheve,
për një regjim ushqimor të shëndetshëm që unë e ndjek për veten time dhe çdo gjë që ju do më bëni pyetje. Shihemi në videon e radhës. Miru pafshim!